Si është mesin e juaj? Keni ngritur disa shqetësime interesante, nëse mund t'i quajmë, mbi atë se nëse policia po të i kalon kompetencat e tyre duke shqiptuar gjoba trafiku në bazë të kamerave të sigurisë. Pse? Ne gjithar kemi thonë që ligjet e Republikës Kosovës japin fushë të vullnetarisë, por kanë ndonjëherë nuk japet të drejtë disa mekanizma tjerë. Ne kemi ngritur dyshimin që këto gjobat mund të jenë të dyshimta, për shkak që nuk janë të përcaktuar me ligjet specifike me të cilën zbatohet. Ne kemi thonë që çdo veprem që mund të marrë Policia e Kosovës është në dobi të komunitetit qytetarë dhe sigurisë publike, po duhet të harmonizohet me ligje. Ne nëse nuk sillim një praktikë ligjore, të dimë s'pak opinionin ligjor, që mos të ne për këtë rast ne kemi kërkuar nga Agjensori për Informimin dhe Privatësinë të dalë të jap një opinion të tillë, aksionon edhe ashkel ligjet e tilla. Dhe ne kemi dyshime që sipas ligjet e tilla, sidomos të ligjit që përcakton shqiptimin e gjobave, këtë rast për policinë dhe për ligjin për trafikun rrugor, nuk e parashet, sipas neve, nuk e parashet një autorizim të tillë që mund të përdoren kamerat e qytetit apo të një vendit për të shqiptuar gjobë. Dhe një kohë ne kemi konsideruar që ligji për mbrojtjen e të dhënave personale veçanërisht për të 75 mund të përdorë vetëm për parandalimin e kërcënimit ndaj shtetit dhe sigurisë publike për ndjekjen penale dhe të krimeve. Dhe ne nuk kemi vërejtur që jep mundësi që të shfrytëzohet edhe për një veprem të tillë. Domthonë, ne gjithar kemi thënë që institucionet duhet me konsideru spoku, duhet me marrë parasysh veprimtarinë e ligjit dhe një kohë duhet të nxjerrë opinione dhe bazuar në ligj, sepse është shumë e rëndësishme çdo veprem, çdo aktivitet që merret nga institucionet, spoku duhet pasur një opinion ligjor nga institucionet përkohëse për me fillu me vepru një aktivitet ose një praktikë e tillë. Nëse ky veprem mund të jetë në kundërshtim me ligjin e specifikuar për ligjin për mbrojtjen e dhënave personale, atëherë cili është roli i policisë? A është vetë shkelës Policia e Kosovës, në këtë rast me ligje, atëherë është shumë më keq të dalë në opinion, dhe këtë rast në jepet mendimi me të cilën ne ngrismi dyshimin, po në një kohë edhe mund të konsiderohet që është duke shkelur ligjin. Por mos vao deri te këto dyshime, edhe deri te këto hipoteza të ndryshme, atëherë Policia e Kosovës duhet të nxjerrë një konstatim, me thonë mbi bazën e këtij opinioni të marrë nga ky institucion, ne jemi duke vepruar me këto praktika, që fatkeqësisht nuk është bën një gjë e tillë. Mendoj që ne kemi ngrit si çështje, si shqetësim dhe besoj që Agjensori për Informimin dhe Privatësinë duhet të dalë me një deklaratë që është në kundërshtim as është në kundërshtim, sepse nesër mund çdo qytetar të ndjekë metoda dhe praktika gjyqësore apo juridike dhe mund të shfrytëzojë një rast të tillë për ta shfrytzuar një mjet të tillë përderisa kemi nenin 79 të këtij ligje që nuk e përcakton specifikisht që mund të shfrytëzohen kamerat e publike, domthonë qytetit apo vende të ndryshme, edhe për shqiptimin e gjobave, sepse në ligj nuk shkruan një term i tillë. Thoni se nuk është bërë në mënyrën e duhur, sepse një metodë e tillë përdoret në vendet. Po, vetëm ne kemi problemin e ligjit, sepse praktikat mund të shfrytëzohen kudo, vetëm duhet me përkufizuar me ligj. Jo me thonë që nuk është, nëse ne themi hipotetikisht, në këtë nen përcaktohen që është rastin e kërcënimit shtetëror, të vepra penale dhe krimit, por jo të ndonjë veprime tjetër, sepse ne po flasim për kundërvajtje, nuk po flasim për vepra të rënda. Edhe kja, domthonë, për neve është dyshim që është duke shkel neni 75 i ligjet të përcaktuar. Megjithatë, Kenan besoj që qytetarët edhe mund pastaj ta vërtetojnë, sepse ekzistojnë pamjet mbi të cilat